الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروار جماعت jemi në vargun e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Kapitullin e radhës pas kapitullit të cilin e ka hapur mbi lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, tani ka sjell një kapitull të titulluar me Sayyidul Istighfar, istighfari më I mirë, pra kërkim falja e radhitur në mënyrën më të mirë. Pra në këtë lutje robi I drejtohet në mënyrën më të mirë me kërkim falja Rabbul Alaminit. Ande ka thënë Sayyidul Istighfar, që kjo zotnia ki prinë në kërkim falje. Dhe pastaj e ka lexuar duajën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të nderuam xhamat, rëndësia e istighfarit është shumë e madhe. Të jesh kërkues I faljes të Zotit I Madh është pozitë e madhe, është edhe domosdoshmëri. Prej domosdoshmërive të Islamit dhe tauhidit dhe imanit është istighfari. Ti me një farforme edhe kur e thu shahadetin kërkon falje, pranon dhe konfirmon robërinë tënde ndaj Rabbul Alaminit. Ti edhe kur thua shahadu anna Muhammeden Rasulullah, ti një farforme kërkon falje Allahut me këtë konfirmim ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pse është e nevojshme me kërku falje? Pse duhet na me bëj shumë istighfar? Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam 100 herë në ditë ka bëj istighfar? Të nderuam xhamat, shembujt në dunja janë shumë për ta parafruar ata që I përket Allahut subhanahu wa taala dhe atij takon shembulli më I lartë. Në dunja njerëzit ndërtojnë, ngrejnë grehina, ngrejnë shtëpi dhe bëjnë veprimtari të ndryshme. Por se mbi gjitha dëshirojnë mi siguru ato se janë të tyne. Apo njëri para se me ndërtu një ndërtim, një shtëpi, thot ta siguroj njëherë që toka eme. Apo njërë ta kam një dokument që është toka eme, që mos të më shkoja hush ndërtimi. Kjo është e para të ndërum xhamat, që ti ta pronsosh atë çka po e ndërton, që ti jetë e jotja, që ti ish I qetë aty, se për ndryshe ti mundesh me bëll 10 kat ngrehinën e pallatin e shtëpinë, mirë po, nëse nuk është e jotja, ajo me shumë gjasa ka mundësi me u prish. Dhe nuk mundesh me këon rahat nëse so e jotja. Shembulli I Zotit është më I madh të ndërum xhamat. Shumë për njerëzve mundohen, raskapitën, lodhën, por nuk e kanë konfirmuar atë vendin ku janë të punuar. Nuk janë sigurt në vendin ku janë të punuar. Allahu e drejton këtë univers. Qetësia vjen pi ti, drejtimi vjen pi ti. Ai e menaxhon këtë univers. Ai jap kujdoje jetë, kujdoje ja merr. Ai jap kujdoje shëndet, kujdoje ja merr. Ai jap kujdoje pasuri, kujdoje ja merr. Krejt është e tina. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Çka kon qiellën tokë është e Zotit. Andaj të ndërum xhamat, me istighfar ti e siguron tokën. Me istighfar ti, andaj tha Allahu subhanahu wa taala, numatihum mata'an hasana. Nëse bani istighfar, ne jo mundsojmë me jetu një jetë të mirë në këtë dunja. A jeta më e mirë është në ahiret. Pse në jetë të mirë në këtë dunja? Se kërku falje për Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye të ndërum xhamat, para se me u lodh shumë, e me u mundu shumë, ti mundesh mi bë krejt, por Zoti e ka lumturinë tonë në dorë, ta dish. Po ti shtëpinë e ke ndreq, edhe parët I ke bë, edhe veturën e ke ble, krejt I ke bë. Veç rahatinën së një të gjithë.
se nuk on ndërtone. As nuk on kerr, as nuk on shtëpi, as nuk on murr, as nuk on tull, as në lloç, as në beton, as në hekër. Ajo ndorën Allahu subhanahu wa taala, me dash ta jep, me dash ta jep. Për këtë arsye, istighfari çel prej dyrëve të rahmetit dhe bereqetit dhe mirësisë dhe bekimit të Zotit të Madh te bareke ve teala, që s'mund ta paramendon insani. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bënte istighfar 100 herë në ditë, transmetim 70 herë në ditë alayhi salatu wassalam, dhe pastaj u mësoi sahabeve sayyidul istighfar, më të mirin istighfar. Cili është më i miri istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, ti je Zoti jem, ti je kujdestari jem, ti je Rabbi jem, ti kujdesesh për mua. S'ka Zot që meriton adhurimin përveç teje. Ç'kjo, për çta kena ardhur në dunjë të ndërum xhamat? Për çta kena ardhur në dunjë? La ilaha illa anta. Kur ka hin balen Yunusi alayhi salatu wassalam, Allahu xhelal ka sprovu me bark balenës e ka fut. Çka e ka nxjerr për aty? Çka e ka nxjerr aty? La ilaha illa anta. Ka thonë, o Allah, veç ti ai që meriton adhurimin. Unë i kam bëu zullum vetvetes time. E ka nxjerr Allahu subhanahu wa taala prim balen në tokë, në Bregdet. Po këtë arsye, kërkoni falë prej Allahu xhelalu. Sa gjunojnë atë bota nditën të ndërum xhamat. Sa gjunojnë dhe shikoni njerëzit kanë nuk ka nevojë as me bot test. Kallzon ftyra e tij sa është i lumtur, sa i qetë, kit kallzon ai. Ai le ta luje milioner, le ta luje burrë, çka do ne lujet? Kallzon ftyra, si i lumtur Allah. Thonë Ibn Qayyim el-Juzeyy, buzëqeshja prej asaj që ti Allah të ka mëshiruar. Mrolja, ngrisja vetullave, të ndeturit 24 nervoz. Nuk ka ti çish dush, a e lidh ka me burrni, a me trimni, a me kujtiun çka e lidh. Kjo ka të bëjë me hidhrimin e Allahut xhella xhelalu. Thot Xherir ibn Abdillah, s'kam pa njeri më të mëshirshëm se Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka në shif këtu buzëqesh, se Zoti ka mëshiruar njëri, ka mëshiruar. S'ka pas belat që ja turbullon ati, s'ka pas siklet që ja prish buzëqeshin Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj ka thënë wa innaka ala khuluqin azim. Ajo ka në robi në shtrum ndaj Zotit Madh te bareke ve teala. Andaj kërko falje. Veç mrolet me të hek Allah i bolla. Boll të liron. Apo, so njëri kritot, po ama, mrol berrike, mrol se nuk ka i lumtur. Sa nuk ka i lumtur, le në të luje çka doje. Njëri të ndërum xhamat, gjëja në parë kur ka knaci, çish e shpreh, hajt kallzo. Çish e shpreh gjën e parë? Kesh. Kur i merr parët, kur i shat jorgovantat të jeshiltat, gjën e parë, çish e shpreh? Kesh. Po pse si tu kesh? Pse si i buzëqesh? Se ta ka marr. Se ki ndor, ha? Allahu ja thot në Kur'an, "Alladhi adhaka wa abka." Ti thu, unë kur du keshi. Ja, sa po çashtu. Nuk ka kur dush kesh. Allah thot, Allahu të ban me kesh, Allahu të ban me kajt. Ti e ngon një anekdot, një diçka që du të ketë keshin, ti s'kesh. Adhak, a i s'ka dhonë izën me kesh. Ka gjëra që ishti njërës me kajt, ti s'ti me kajt. Pse? S'ka dhonë izën me kajt. Për këtë arsye të ndërum xhamat, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk. Tha, o Allah, ti je Zoti jam, nuk ka Zot që meriton adhurimin përveç teje. Ti më ke kriju mua, unë jam robi jot. Unë vazhdoj me mbajt besën tane dhe vazhdoj me mbajt besën time, se unë do të ri në atë çka ti ke premtuar dhe atë çka ti jemi marrë vesh. Cila është ajo? Unë me të adhuru e ti me më falë. Pastaj ka thonë, mës të taat, sa të kem takat o Allah. Se insan, ti jep besën pëse ma. Ti i thu njerit ka me mri për 15 minuta, ama që të rëkusle, u vanovave gjithësore. Mës të taat, sa të kam mundësi. Po këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në vazhdim, Ebu uleke bi ni'matika alej. O Allah, kitë mirët që janë, që unë i gëzoj, ato tjera që janë të tjerë, këtë janë për tyje. Këtë ti ke dhanë, edhe gjunaj është i jemi, falma gjunaj një Rab. Që kjo të ndërum xhamat, epilogu edhe strumbullari që shdushquje ajka e jetës. Na e kena arë këtë dunja për mu falë, për mu lutë me na falë Zoti Madh te bareke ve teala. Shumë njerëz mendojnë se risku vjen vetëm me mundin e tyre. Mirë po ja, shumë prej vendeve po tregojnë se
Çka kanë bo ata të cilët kanë naftë në tokë? Çka kanë bo? Pra nuk kanë dorën tanë çka punon ti. Ja ka mbush Zoti tokën me naftë në rvuni. Kanë zbulu naftë me mia vetë me pas naftë. Kush e ka dhënë ata? Çush e ka bo atë naftë? Pasuri natyrore ata e quajnë. Pasuri natyrore. Na çush e quajnë musliman? Çush e quajnë? Rizki i Allahit. Ti çush e pasuri natyrore, gaz natyror. Ato janë rizki i Allahut subhanahu wa taala. Por para më ndonjë për 1000 vjet naftë. Andaj ta dim se risku i Allahut nuk ka bi hirsi harisin, që shta alayhi sallam, me zellin e atij të zellshëm. Ti jep zor, në fund dhut 200 euro. Apo ai njëri vesh në nënshkrim e jep atje 10.000 i vin. Ço u bove? Risku në kanë dorën edhe munin e njerit. Nuk ti çka dush ban. Apo njëri tu flet marrë merr çera 10.000 euro, 20.000 euro. Ti si ki pa kur ato? Ti munohesh, ti prap ki më munu dhe du të më mundu, por mos haron një sen, se risku në kanë dorën tënde. Ti vetëm jep mundin. Ai që ka të furnizon është dikush tjetër. Andaj kërkoj Allahit falje, me të fal. Që Allah e njëri ti mos kërko falje me dhën pare. Hasha wa kella. Mos kërko falje me dhën pare. Kërko falje me ta fal gjunahin, pastaj e Zotit është se çka t'jep. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala, që Allah t'i fal gjunahet që i bëjmë publik edhe ti nza ya rabbul alamin. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala, që Allah subhanahu wa taala na pastron nga çdo gjuna i madh dhe i vogël në dunja para ahiretit ya rabbul alamin. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala, që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që gjuhët tona të jenë të lagura me istighfar, që gjuhët tona vazhdimisht i lipin falje rabbul alaminit. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala në këtë ditë xumaje, edhe pasi që jemi në stinën e dimrit dhe jemi ftoftë ata musliman dhe ata jetima dhe ata fukara dhe skamnor dhe bonjak që s'kan mundësi me ngro veten, Allahu t'i ndihmon ya rabbal alamin. E lutim Zotin e madh që Allahu t'i zbut zemrat e pasanikëve që t'jenë dorë shtrime për fukarat ya rabbal alamin. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu musliman lindje dhe përëndim, Allahu t'i ndihmon. Krejt ata të cilët bëjnë kurthe dhe bëjnë agenda kundër njerëzimit, Zoti në ato agenda të shpartallon ya rabbal alamin. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu gjunaat tona afa dhe maghfirat t'i ban ya rabbal alamin. E lutim Allahu subhanahu wa taala pasi që jemi në prag të Ramazanit, Allahu na mundsoft me në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu na mundson me të mësojmë nga Kur'ani, të mësojmë nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na mundson Zoti që të vërtetën ta shohim të vërtetë dhe ta ndjekim ata, të kotën ta shohim si të kotën, të shmangim me asajna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رحمك بالمستضعفين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يدبر ضد المسلمين يا رب العالمين. اللهم رحمك بيتامى المسلمين وأرامل المسلمين ومشايخ وعلماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والمجرمين بالمجرمين. اللهم نجي المسلمين والمؤمنين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اضرب الفسقة بالفسقة والفجرة بالفجرة يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.